NGO-e, praktikisht duhet të jesh i shoqërisë hapur, se NGO-t janë Sorosit, dhe praktikisht më është të paguaj 2 vjet siguracione, edhe të fusim neve. Marzi. Vlla, e kuptoni që nesër pas nesër ta patronazhizet kur të dilja unë kundër Ramës, ndoshta ecmërti se ti ke punotë Sorosi për vete. Jo, prandaj u vlerësova dhe nuk janë elozhe, unë jam kam të mirë që i them gjërat, unë i vlerësoj shumë për gjithë kontributin tuaj të jashtëzakonshëm, sepse nuk kemi në kushte normale. Sepse do ishim në një situatë, në një vend në Norvegji, ndoshta ju mund të ishit një si shumë të tjerë, po një si pak të tjerë. Edhe prandaj vlerësoj e para dijen tuaj që është për tu admiruar, dhe mbi të gjitha faktin që jeni njeri që i thoni gjëra troshme, kur duke marrë jam i bindur shumë pasoja kostot jashtëzakonshme personale, besoj edhe familjare, se është një regjim i cili sot godet në pikën më të dobët. Më kupto. Ku e ndjell që ai ti e ke dhënë shurimin më të madhe, ai të godet. Më kuptoj vllajën që në momentin që kam parë Ilir Medën të trigjet zvar, nga momenti në moment unë pres një ditë bukur, prandaj e mbyllë me Chelsea. Ta them sinqerisht, jo se kam paranoja, se mos kam bërë krime që të kem paranoja, po e mbyll me Chelsea, që mos lënë i sken këtu, se pres nga momenti në moment më shqyejnë derën vlla dhe më fusin burg. Po unë kam bërë një thirrje publike Ramës e të gjithë patronazhistat vet, po krijoni Mandelën e Shqipërisë. Nëse futet një djalë si puna ime në burg, juve po krijoni Mandelën, po krijoni Frankensteinin që do i vrasë. Ky episod u mundsua nga Red and Black Motors, Stone On Flow, Stax Consulting, Eden Decor dhe stacioni librarisë.